Rrugëtimi i Malborës në formatin televiziv Ferma VIP është ndërprerë zyrtarisht duke i dhënë fund një eksperience që kishte tërhequr vëmendjen e publikut gjatë gjithë kohës së saj në program. Vendimi është bërë i ditur nga produksioni përmes një zarfi të dërguar brenda fermës, një mënyrë tipike komunikimi për këtë format, ku njoftua përfundimin më i hershëm i garës për ish konkurrente. Sipas njoftimit zyrtar, arsyeja e këtij vendimi lidhet me shkeljet e përsëritura të rregullave, megjithatë, kjo ka ngjallur diskutime të shumta pasi gjatë qëndrimit të saj në spektakël, Malbora nuk është përfshirë në incidente të konsideruara të rënda, si përdorimi i gjuhës fyese apo situata të hapura bullizmi. Kjo ka bërë që një pjesë e audiencës të vërë në pikë pyetje ashpërsinë e masës së madhe ndaj saj. Zbatimi i këtij penalizimi duket se reflekton një qasje më të rreptë nga ana e organizatorëve, sidomos në këtë fazë të avancuar të garës, ku çdo shkelje, edhe në dukje e vogël, mund të ketë pasoja të menjëhershme. Pas publikimit të lajmit, rrjetet sociale janë mbushur me reagime të ndryshme nga ndjekësit e programit. Një pjesë e mirë e publikut ka shprehur hapur mospajtim me vendimin, duke e konsideruar Malborën si një ndër konkurrentet më të forta dhe me potencial për të arritur deri në finale. Nga ana tjetër, disa shikues kanë ngritur pretendime për standarde të dyfishta në zbatimin e rregullores, duke përmendur emra të tjerë si Gresa, Adi apo Ola, të cilët sipas tyre nuk janë penalizuar në mënyrë të ngjashme për shkelje të krahasueshme. Kjo situatë ka shtuar edhe më shumë debate të rreth transparencës dhe drejtësisë në këtë format televiziv. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.